Edhe njëjtën kohë këtu ju bëj me dije. Askujt nuk i takon. Askujt nuk i takon prej xhamatit me marr kur vendimi. Askujt nuk i takon prej xhamatit me fol në emrin e xhallarëve. Ai i cili duhet me fol në emrin e xhallarëve, na e kemi muftiun. Na e kemi vllazni dashamir ton. Kush e nje hoxhën e kreme nis ato tjetër më mirë se unë. Kush e nje? Prandaj vllazni se dikush duhet me fol diçka. Janë njerëzit të cilët janë kompetent që duhet me fol për një gjë të tillë. Prandaj ju bëj me dije dhe ju thras largoni prej gjunove në të cilat hoxhallarët ju kanë mësuar mu largu. Punani farzët e Zotit në të cilën juve ata ju kanë thirrë. Kjo është ndihma më e madhe që ju ja bëni hoxhallarëve. Pendohuni prej mëkateve që ata ju kanë thirrë për të pendu. Kjo është ndihma më e madhe që ju vllazni aty në mundi me udhëru. Çani salavate pejgamberit juaj, të cilin ai ju ka mësuar me dashur dhe me respektu. Kjo është ndihma më e madhe që ne duhet me përpunu. Prandaj let jetë një pikë thes, si për ata të cilët deri tash nuk na kanë ngu, edhe na kanë bërë shumë probleme, edhe duke vazhduar me na bë probleme, edhe problemet e tyre ne jemi duke pagu fakturat për ta. Vllazni të dashur, ju bëj me dije, let kërkojnë falje tek Zoti dhe let kërkojnë falje se Allahu është i madh, e ka mundsi Allahu xhalla xhelaluhu më idhnu. Prandaj Zoti pret, prandaj vllazni na duhet kur ne përmirësohemi, Allahu ka me një përmirësua dhe pushtetarët, Allahu ka me naj mundësu që njerëzit e devotshëm këtë popull me udhëzu dhe me udhëheq. Mirë po vllazni, që shka thonë pejgamberi a.s. Kema te kunune ju alla alejkum, që sheni i keni, edhe vllaznu kemi që ka me qumë largë, na një pjesë të madhe të fajit e kemi, për shkak gjunave tona të cilët nuk kemi në rrugën e Allahut, e Allahu njerëzit i sprovan atë sa kanë iman, atë sa kanë bindje, atë sa kanë i'tiqad në Allahun dhul xhelal. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi ibtilan al-anbiya, thumma as-salihun fal-amthal. Ka thonë mas shumti Allahu i sprovon njerëzit pejgamber, e pas tyre sa janë më afër me iman, e pas tyre sa janë më afër me iman, çaq edhe Allahu dhul xhelal do t'i sprovoj. Prandaj ju bëj me dije, amon ju koft për hatër të Zotit dhul xhelal, let jetë kjo një rinisje e re, një kapitull i ri i vendisimit, i leximit, i mësimit, i studimit, i punës, i ndërgjegjes, i disiplinës. Disciplina popullit tonë është duke i mungu fatkeqësisht. Kemi qenë më të konsoliduar të gjithë për një për të gjithë për një, të gjithë për një dhe një për të gjithë. Mirë po fatkeqësisht të dashurit e mi, kjo është duke u po qartazi, se ne më shumë jemi duke i dhënë pjesë të madhe në jetën tonë, qoftë private, publike, marketingut, se sa jemi duke i dhënë përparësi sinqeritetit dhe vërtetësisë. Këto sene duhet njeriu fuqimisht, këto duhet mi kuptu me iman, këto duhet mi besu me iman, këto duhet mi konceptu me iman. Nuk janë këto vllazni qëndrime të cilat janë lojale ndaj askujt, por këto janë qëndrime të lojale vetëm ndaj një, ajo është Allahu, pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam dhe atë të cilën thrasin dietar dhe përpunojnë dietar dhe kuptojnë dietar, sepse dietarët e shohin mas 15 vjetë, mas 30 vjetë se çka ka mendon, a njerëzit nuk e shohin ashtu edhe kur ju ndodh atyne, ata mendojnë se janë gjumë ose në amulli të epsheve dhe të knacive të përkohshme të jetës kësaj bote. Zoti e din më së miri, Zoti na nderoft, Allahu na lehtësoft, Allahu vllaznit ton sa më shpejt i liroft, Allahu vllaznit ton sa më shpejt na i liroft të gjithë vllaznit, si ata të cilët janë të arrestuar prej komandantave të UÇK-s, si ata hoxhallar të cilët kanë qenë pjesë përbërëse të një ideali të caktuar, edhe të një kauze të caktuar me vllazni, si që hoxhallar të bekum, dinë të dashurit të mi se është rëndë edhe për policinë. Wallahi është rëndë dëshmitar të akulari i kanë pa, kur vllaznit tonë na i kanë marrë në intervistë dhe na i kanë arrestu, një pjesë e madhe e tyne me lot në sy, por është puna e tyne me lot në sy e kanë ballafaçu këtë situatë. Pse vllazni? Sepse na kemi qenë një radhë me vllazni deri dje me këta. Një radhë kemi qenë, istikame kemi qenë. Nuk është e lehtë kjo punë, por të dashurit e mi, kemi me kalu edhe këtë sprov, kemi me kalu edhe këtë krizë, kemi me kalu, por kemi me kalu me dinitet, kemi me kalu me disiplinë, kemi me kalu mësim, edukim, bashkim, afrim për hatër të Zotit të madhnuar. Këto janë thirrjet të cilat duhet secili prej nesh me kuptu. Kjo është porosia e secilit, porosia e cila buron prej zemrës të cilën ja don të mirën atë dheu ton, e
ja don të mirën dinit ton, e ja don të mirën bashkësisë islame, e mbi të gjitha në këtë rast, masi është ky rast, ja don të mirën të ardhmen e hoxhallarëve të cilët sot janë në mbajtje, për të cilën jam i bindun, edhe jam fuqimisht i bindun, edhe e thash në fillim, po e tham edhe në barim, vllazni, që dore kam. Këto tjetër e kum çuna heret para 15 vjetë. Çito e kam, çito edhe për ata cilët masët vërtet nuk kanë asa një levizje qërpiku, nuk o të bëj. Binduni, sa aja që ju kanë gjatë tyne, ma dhe disa të cilët e kanë shit imanin e tyne, e kanë shit akiden e tyre, e kanë shit dinin e tyre, kanë kërku edhe unë të jam aja arrestum. Mirë po të dashurit e mi, nuk ka kush që të ndalë, ja ku jemi, nuk kemi qka të bojmi, kjo është vendi jonë, kjo është toka jonë. Mirë po ju nuk u dzoni në asë një rëthon të provokoheni dhe të bini pre thirjeve të cilat nuk ja u dimi adrese dhe nuk ja u dimi dhe nuk ja u dimi orientimin që e kanë. Ne kemi një orientim, dashurin dhe Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të njëjtën kohë disiplina, stabiliteti i Republikës të Kosovës. Nuk lejojmë me u kthy situata në vitin 2004 kur pandal prej dorësh. Kjo le të jetë porosia së cilit. Kjo le të jetë porosia për secilin. Allahu e din më së miri, qofshin faqe bardh, edhe jam i bindun se Allahu frik ka më na gëzu. Ka më na gëzu me lejen e Allahut, se Allahu ka premtu, e premtimin e Allahut gjithmonë Allahu nuk e ka lënë dikujt na me realizu, por e ka marrë për veti vetë me realizu.